Në Universitetin e Shkodrës Luiz Gurakuqi është shënuar zyrtarisht nisja projektit ndërkombëtar Adris Smart, një iniciativë ndërkufitare e Bashkimit Evropian që synon mbrojtjen e biodiversitetit detar në detin Adriatik përmes marikulturës inovative dhe përdorimit të inteligjencës artificiale. The Adris Smart project is more. Ky projekt është një shembull konkret se si universitetet, institucionet kërkimore, autoritetet publike dhe aktorët e interesit mund të bashkëpunojnë për të adresuar sfidat përbashkëta, si mbi shfrytëzimi i rezervave të peshkut, duke i shndërruar ato përmes përdorimit të mjeteve të inteligjencës artificiale. Ai përputhet plotësisht me misionin institucional të universitetit ton për të mbështetur ekselencën në kërkimin shkencor, për të nxitur partneritete ndërkombëtare dhe për të gjeneruar ndikim të prekshëm për komunitetet dhe institucionet. Universiteti i Shkodrës është krenar të kontribuojë në këtë projekt. Janë krijuar 2 site pilot identik në Itali dhe Shqipëri me sensor dhe sistem monitorimi në kohë reale, që mbledh dhe harmonizon të dhëna mjedisore, dhe për mirëqenien e peshqve, të cilat do të përdoren për modele parashikuese me inteligjencë artificiale për të optimizuar praktikat prodhuese dhe për të ulur presionin mbi popullatat natyrore të peshkut. Përveç teknologjisë, projekti fokusohet në qeverisje të përbashkët, transferim të njohurive dhe trajnime për profesionistët në bujqësi, si dhe angazhimin e qytetarëve për cilësinë dhe sigurinë e produkteve të peshkut. Për drejtuesit e zonave të mbrojtura, sfida mbetet me zhvillimit ekonomik dhe mbrojtjes së natyrës, duke sjellë shembullin e lumit të Shalës. Kjo ndoshta mund të jetë sfida kryesore që do të kemi ne, konflikti me zhvillimit ekonomik dhe mbrojtjes së natyrës, sepse rritja e numrit të turizmit sigurisht që ka më sjellë pasoja në mjedis. Kemi rastin e lumit të Shalës, kur numri i turistëve me kapacitet dhe mundësi që ka ajo zonë është disa herë më e madh se sa mundësia që afron ajo zonë. Dhe pastaj ndodhen ato ndodhje problematike që kemi dhe ndodhjet e ujëra të liçenit. Projekti në fjalë bashkon partner nga Italia, Shqipëria dhe Malizi me qëllim adresimin e sfidave serioze me të cilat po përballen ekosistemet detare të Adriatikut, si peshkimi i tepërt, ndotja dhe ndikimet e ndryshimeve klimatike.